Partitë shqiptare janë të orientuara gabim në pikpamje strategjike. Zoti tha që di fare mirë që bashkësia ndërkombëtare, aleatët tanë strategjike, amerikanët, Bashkimi Evropian nuk e do ndarjen e Maqedonisë. Atëherë, megjithëse ti e di që kjo do të ndodhi nesër, nuk duhet ta thuash që Maqedonia do ndahet. Kush e ka thënë? Ju sa thatë, Maqedonia do shkatrohet, do destabilizohet, kush e tha? Arda Xhaferi ka thënë 2001. Se ashtu s'paku thot Ali Ahmeti. Tani, Ashtu s'paku thot ai. tani dhe njëherë, kur unë thash për Arbrin, ju referova disa prej aftësive ti. Me fjalorin e atyne. Unë them Maqedonia do ndahet për shkak se Maqedonasit dakor, pra, po bashkësia ndërkombëtare nuk do ta lejojë. Bashkësia ndërkombëtare nuk do ta lejojë ndarjen e Jugosllavisë. Bashkësia ndërkombëtare nuk do ta lejojë. Po si do vazhdojmë ne trimat? Edhe një herë, fal, jo, një minutë, se s'kam folur fare. Momenti i fundit, orientimi strategjik i gabuar. Retorika për ndarjen e Maqedonisë, retorika e egër anti-Maqedonase. Nuk çon asgjë, në fundit ti nesër partner do jesh o me Gruevskin o me LSDM. Pra, ky është mëkati i kësaj partie. Mëkati i partisë tjetër është flirtimi me Greqinë. Flirtimi me Greqinë është totalisht i gabuar. Sepse në instancë të fundit, në konkurrencën rajonale, midis kombeve të ndryshme që përbëjnë Ballkanin, shqiptarët nuk do duhet që të bëhen me grekët kundër Maqedonas. Janë dakord të Kjo është totalisht e gabuar. Shqiptarët duhet bëhen me Maqedonasit. Se si do bëhen, se si do të zgjidhin këto konteste për tortën maqedonase apo për sallatën maqedonase, kjo është një gjë tjetër. Do duhet që të ngrenë kapacitetet e klasës tyre politike, por jo duke e bërë me Greqinë. Dhe këtu po i kthehem edhe një herë asaj çështjes së krahasimit sjelljes maqedonase ndaj Greqisë dhe sjelljes shqiptare. Shteti Maqedonas, njëherë sa e kam thënë, është një shtet shumë dinjitoz në pikpamje të organizimit, në pikpamje të punës, në pikpamje të zhvillimit bujqësisë, në pikpamje të hipotekës, në pikpamje pra të një rendi minimal shtetëror, krejt ndryshe nga Shqipëria. Krejt ndryshe nga Shqipëria ku s'ka hipoteka, ku toka është. Por shteti Maqedonas është dhe me dinjitoz në raport me fqinjet. Betejë e vërtet me Greqinë nuk është një betejë që bëhet për çështjen e emrit, dhe këtë e din fare mirë dhe grekët. Betejë e vërtet bëhet për çështjen e pakicës maqedonase në Greqi, që është një pjesë që ekziston, që sponsorizohet nga shteti Maqedonas, aty ka parti maqedonase, është dhe një pjesë tjetër që është në Maqedoni, për cilës vjen edhe zoti Gruevski, që ka pretendime pronësore. Gjithë betejë e vërtet, Greqia do të shmangi ndërkombëtarizimin e çështjes pakicës maqedonase në Greqi. Sepse në momentin kur kjo pranohet, kur kjo ndërkombëtarizohet, atëherë Maqedonia ka gjithë drejtat e botës që të kërkojë pronat e maqedonasëve në Greqi. Po nëse Greqia do të pranojë këtë, e një pakicë e konsideruar, atëherë hapet dhe problemet e pronave shqiptarëve, hapet problemi i pronave të hebrejve. Kjo është pjesa icebergu, domethënë pjesa 6-7 e icebergut që qëndron në këtë kontest. Dhe Maqedonasin këtë pikë janë treguar shumë dinjitoz, dhe në trajtimin e kompanive greke e tjera. Pra, unë mendoj që orientimi janë të përhapura, por çmimet e kompanive celulare janë shumë të urta se këtu. Politika maqedonase nuk merr rishfete siç merr politika jonë për kompanive, e para, e dyta nuk është ndikuar për tyre. Pra, unë mendoj që politika e shqiptarëve Maqedonisë duhet të orientohet ka një aleancë strategjike në Maqedonas. Herët avon do ketë konkurrencë, do ketë përplasje, por mendoj që ky është orientimi. Një koment zoti Thaçi, nëse keni në lidhje me arsyetimin e Nazargos, dhe të kalojmë te një pyetje fundit që ka lidhje me situatën politike këtu tek ne në Shqipëri. Pak më ndryshe, nuk mund kaq shumë të exagjerohet. Populli shqiptar, Shqipëria janë miliarda herë më dinjitoz ndaj Greqisë e Maqedonas. Maqedonasve u kërkon Greqia, s'ka Maqedon, s'ka identitet, s'ka Maqedoni. Për Shqipërinë asnjëherë s'me thot këtë, as që mund ta paraqet si kërkesë. Thjesht është manipulimi. Partia ta shqiptarët atje nuk thonë jemi shqiptarë, ta dish. Shqiptarët ortodoks nuk thonë atje jemi shqiptarë. Do të thonë, problemi është këtu se ata realisht mohojnë ekzistimin e kombit maqedon. Për arsye historike të dokumentuara. Dhe nuk kanë ata probleme me... Po themi çfarë bën Maqedonia. Maqedonia thot ka minoritet në Greqi. Ne nuk themi Berisha, Rama, Nana, nuk thonë që ka minoritet shqiptar në Greqi. Ja ky është dinjitet apo? Këtë
si ta them, kokë për pjetë, do ta paguajnë shumë shtrejt, do ta shihni shumë shpejt dinjitetin e shtetit Maqedonës. Është para kollapsit ekonomik. E dyta, s'bëndet aleancë të tani me ata, s'po i the gjeni nuk bëjmë aleancë me ata. Flas për politikën e gabuar që ka zoti Gruevski. E dyta, gjithë biznesi legal dhe ilegal në Maqedonisë në duart e grekë. Kjo është politikë që bëhet dhe bëhet për çështje të marketingit. Më fal, më dinjitoz akoma, ata kanë hap tregun, grekët do hynin. Më fal, është më dinjitoz. Po vjen shumë minapi që të dëgjoj se Maqedonia më dinjitoz se Shqipëria. Është më dinjitoz, më fal, është më dinjitoz, sepse duke patur kaq shumë para në dorë grekët aty, ata prap guxojnë dhe i mbajnë qëndrime të forta Greqisë. Ne nuk e bëjmë këtë. Nurellari, shumë shkurt që të... Shqipërinë jemi në Tiranë. Unë kam një shqetësim që mua më djeg shumë, me thënë drejtën, që unë shoh që pavarësisht lëvizja e shqiptarëve të Maqedonisë në Shqipëri dhe ana sillës ka qenë e lirë deri prej një kohe shumë të gjatë. Domethënë ndryshe nga Kosova, ku ne kemi pas mundësi vetëm pas në Fenantës. Megjithatë, mua një gjë që më pikëllon është që niveli i shkëmbimit, niveli i ndërlidhjes, i njohjes reciproke midis shqiptarëve të Maqedonisë dhe Shqipërisë, po më shumë i shqiptarëve të Shqipërisë të realitetit të shqiptarëve të Maqedonisë, është shumë i kufizuar se sa lidhe me Kosovën. Ndërkohë që proporcioni aty është radikal, flasim për 800.000 shqiptarë. Pra 800.000 shqiptarë në Shqipëri njihen shumë herë më pak, pa çka se kemi 20 vjet që mund të qarkullojmë lirshëm, 19-18 po themi, po mund të qarkullojmë lirshëm, përkundrejt Kosovës që kemi vetëm 10 vjet që qarkullojmë lirshëm. Si do zgjidhet kjo gjë? Si shikojnë këtë gjë? Se për mua është i kërcënim në forma ashtu. Mirë, dakor, si nuk kanë ligjet e Mojsiut tani, po është shqetësim ky, sepse ju jeni jam pozicion të vështirë, normalisht nuk rrezikoj që të jap leksione para jush. Gjithsesi shqiptarët e Maqedonisë nuk bëhen komb me nam me nishan, me institucione, do kemi probleme. S'mund ta mohoj, se për gjithë shqiptarëve të tjerë në gjitha stadët shkollimit për parimit janë shumë ulët. Jo, do të përshef shumë ulët janë. Ashtu, po janë pakicë ekstreme, ta them thojsa, pakicë ekstreme në krahasim. Atë punojnë në kapit universitetin në Shkup për shembull. Edhe Aliu dhe Saliu me që kontrollon atë një pjesë të Shkupit, do të kishte bërë presion për universitetin shqiptar në Shkup. Edhe ju kur ishit. Unë mendoj se kjo rrugë zhvillohet, ky gap kulturor, lutem se duhet të... Do të thënë, duket banale, arsyeja kryesore mund thuhet për marketing, për të fituar zgjedhjet, të gjithë kanë të drejtë hezitime të kënë. Arsyeja kryesore imja, pse kam dalë me këtë marrëveshje, është një mësim. Opcionet politike të shqiptarëve të Maqedonisë, partive politike shqiptare, 20 vjet të fundit rezultati me dhanë 0. Dhe kjo është një terapi që nuk ka dhënë efekt. Po pranuat atë që thashëm fillim. Dakor. Dhe këtu rrezikoj, po është e vërtet që edhe partia ime mund bëjmë marketing me 10 herë më të fuqishëm, kemi qenë kështu, janë çështje të tentimit për të dalluar prej të tjetrit. Opsionet politike, forcave politike shqiptare rezultate kanë 0. Të njëjtat probleme që kemi patur vitin 90, i kemi edhe sot. Unë si opozit do të them 10 fish më tepër, opozita do të thotë një fish më pak kështu me radhë. Kjo është rruga e vetme, dhe pse me kaq insistim her pas herë duke se ndoshta jam ironik. Jo, kam një bindje të palekundshme se kjo është rruga e cila do të çojë drejt zgjidhjes problemit. Se shqiptarët e Maqedonisë kanë ngel edhe pa definim ndërkombëtar. Janë pakic, janë komb, janë pjesë e kombit, janë shtet formues, apo janë pjesë e një shoqënie multietnike, apo pjesë e një shteti multietnik. Dhe në momentin kur ne kemi dallimet skajshme kulturore edhe civilizuese me slavët, mungesa e institucioneve autonome do të na bjen në situatë të ngjecjeve të përditshme. Në zhvillim dhe në perspektivë. Kthehemi tek shumë pak kohë kemi në fakt për një mentor. Lutem, jo, nuk kemi kohë, lutem. Jo, vogël fare. Ju keni drejt që në marrëveshjen e Ohrit ju nuk e kapët dot momenti, pra që t'impononit një definim ndërkombëtar status shqiptarëve. Partizanët që erdhën nga Mali nuk merrin vesh nga marrëveshja. Zoti Arbër nuk e di se si, domethënë. Tani me çfarë force do arrini, si do arrini që t'impononi Maqedonas? Me kontestim. Kjo duket shumë e çuditshme, shumë e paarritshme, po e filluan të edhe njëshin Kosovë demonstratat. E vazhdoi zoti Rugova me protektorat, janë faza politike. Po unë vazhdoj të them, edhe pse Maqedonasit mundohen që
futin situatat e ekstremizmit, se kjo politikë është politike preventive për destabilizimin. Okej.